që ta përmbyll të histori është që për sa kohë ne nuk ndërhyjmë dhe nuk vendosim legalizimin e tyre, pra nuk ka rrugë tjetër që pamundur. Është si punë, po të marrë aktivitetin ngjashëm këto është prostitucioni, bëj çfarë dosh, nuk e ndalon. Ti vendos e legalizon ose s'e legalizon. Mbreti Zog në kohën e vet nuk ishte më budallase këta, por mos ishte më i zgjuar e legalizoi dhe e kontrollonte. Sepse kam parë kontrole të përmuajshme dhe të përjavshme që u bëheshin prostitutat se kontrole mjekësore, kartelat, rregullta. Xhandarmeria e Zogut ka pas rregullta dhe i ndishte në mënyrë sistematike. Pra, këto janë aktivitete që ti do të bësh një kompromis. Ne dim që e mira është që ato ta zgjesohen, por e provoi kryeministri, nuk e zgjesoi dot. Në moment që bllokoi, tha do t'ja heq nga duart krimit organizuar. Bëri të kundërt, ja çoi të gjithë industrinë krimit organizuar. Dhe sot ne ndodhemi para këtij fakti. Pra fakti është që duhet të ishin legalizuar, po, shumë më përpara. Një orë më parë, sa më parë legalizohen, aq më shumë taksa do shkojnë në thesar, aq më shumë vende pune do të hapen. Nuk ka mënyrë tjetër, nuk ke çfarë i bën.